rreth neni 86. Kam dhe lexuar sot, do thotë që atë që tha paka shumë edhe zoti Bajraktari, që neni 86 dy paragrafi ka që kanë të bëjnë me situatën aktuale. Lexova sot edhe nga ekspert tjerë që nuk e kontestoj qëndrimin e tyre, por vetëm më duket jo fort që thonë se paragrafi 2 neni 86 nuk është i përfunduar në kuptimin që nuk tregon se çfarë të bëhet. Unë mendoj që nëse lexohen në neni paragrafi 2 edhe 6 i neni 86, unë mendoj se bëhen një tërësi. Dhe nuk do duhet kishte dilema që nëse zgjedhja e presidentit të Republikës Kosovës duhet bëhet, thotë, jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra, edhe pika 6, paragrafi 6, thotë nëse në votimin e tretë asnjëri kandidat nuk zgjedhet president, kuvendi shpërbëhet dhe shpallën zgjedhjet e reja, që mbahen brenda 45 ditë. Unë mendoj që këto dy paragrafe si tërësi nuk ka shumë hapësirë, nuk shoh vakume. Do thotë nëse janë brenda një neni, brenda neni 86, formulimi duhet është paragrafi 2, formë urdhërore. Nuk lën hapësirë, unë nuk mendoj që ka hapësirë të s'po them manipulohet, po të spekulohet se a çojnë apo jo vendin në zgjedhje tjera nëse ky proces do thotë, sepse edhe paragrafi 2 edhe 6 flasin për një proces i cili nuk mbyllet, mbet i pambyllur. Edhe njëri edhe tjetri e çojnë Kosovën në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk mendoj që ka hapësirë që dërgohet lënda çështja në gjykatën kushtetuese, por ne në këtë vit jemi mësuar me interpretime, nuk po them për këtë rast tani, nuk po them për rastin e rastit, ne jemi duke bërë interpretim politik të kushtetutës. Dhe interpretimet politike, nuk po them nuk po flas për këtë rast, po flas për rastet më. Këto interpretime politike të kushtetutës son ka rrezik që ta çojnë Kosovën drejt një kaosi institucional, sepse pothuajse shumë çka në kushtetutë është relativizuar për shkak të interpretimeve më shumë politike. Dhe konsideroj proces shumë të rrezikshëm. Nëse ne fillojmë çdo paragraf, çdo nen ta problematizojmë, ta relativizojmë, ka rrezik që Kosova të futet në fazën e voluntarizmit politik i cili dërgon drejt kaosit institucional. Dhe nuk e di kush do të mund ta ndalte pastaj. Unë ndruaj shumë që ne pikërisht tani, nëse kjo do të aktivizohet, kjo çështja e nenit 86, paragrafi 2, nëse do të aktivizohet, unë shumë ndruaj që Kosova mund shkoj drejt një kaos juridiko institucional. Sepse thjesht kushtetuta është e pamundur që kushtetuta ta definoj çdo çështje, çdo hap, çdo lëvizje të institucionale, ose kjo është e pamundur. Askund në botë, kushtetutat nuk definojnë çdo çështje, çdo lëvizje. Kjo ndodh vetëm te ne, sidomos këtë vit, këta 12 muajt e fundit. Dhe unë po them, po përfundoj, mendoj që kjo më brengos shumë, sepse vërtet sinqerisht mendoj që mund të dërgoj Kosovën drejt kaosit juridiko kushtetues dhe institucional. Megjithatë, njëherë për njëherë ende kemi institucione që mund të interpretojnë edhe këto kaose që mund të shkaktohen në një periudhë të caktuar kohore. Kemi hala gjykatën kushtetuese, mund të iniciohet rast dhe mund të kemi vendim që nxirret. Në kontekst të kësaj, a keni ndonjë përgjigje zoti Bajraktari? Ja, janë dy momentume të jo fort të njëjta, për faktin se të 6 paragrafi 6 atje cili është ai është i qartë, domethënë nëse nuk merren shumica e votave, edhe që nën kupton që procesi vetëm ka filluar. Ne po flasim për një rrethon në cilën nuk ka filluar procesi akoma dhe çka hipotetikisht në rast se vjen një situatë që me datën 6 ose 7 ose 10 mars, domethënë hipotetikisht zgjedhet një president ose presidente, a do të jetë në pajtim ose jo me kushtetutën, për faktin se dispozita kushtetuese absolutisht ndaj mendimin që është imperative, është detyruese, që duhet me u zgjedh brenda afatit të tillë. Mirë po, nuk
për dallim prej 86 paragrafi atje më poshtë që e përfundon, le thosha, procesin komplet, paragrafi 2, më thonë, natyrisht, aja flet për rrethana normale kur kemi situata normale dhe deputet të zgjedhur cilët veprojnë nën përgjegjësinë kushtetuese dhe ligjore dhe ndërmarrin hapa në drejtim të jetësimit të vullnetit, e jo situata cilat dorën zemër këto vitet e fundit më tepër kanë qenë ajo tentativa për të bllokuar diçka që i ka karakterizuar partitë edhe deputetët se sa e kundërta, sepse absolutisht këto rrethana as kushtetuta që njihet kushtetuta e Indis, një kushtetuta më e gjatë në botë në teorinë kushtetuese, nuk do të kishte mundësi me i parashikuar gjitha këto rrethana, të cilat natyrisht që përmes veprimeve dhe skenareve të ndryshme subjektet politike përpiqen me i blloku. Nëse edhe një pyetje kam zoti Jokaj për zotin Bajraktari, e njëjta mund t'ju shtrohet edhe juve, po ashtu si jurist. Nëse nuk zgjidhet deri më 4 mars dhe nëse nuk fillon procedura me një herë, nis procedura diku në muajin prill ose maj dhe zgjidhet presidenti, a mund të kontestohet kjo në gjykatë kushtetuese, sepse pash interpretime edhe nga disa profesorë tanë që çfarë do zgjedhet që mund vije jashta kësaj periudhe, pra jashta 4 marsit, është zgjedhje kundërkushtetuese. Në bindjen time është zgjedhje në kundërshtim me afatet që përcaktohen në kushtetutë, por në rast se palët e autorizuar do të mund të adresonin çështjen në gjykatën kushtetuese, mbetet pastaj asaj të vendos, edhe përjashtohet mundësia që të konstatojë që ka pas veprim ose vendim në shpërputhje me afatet kushtetuese, ndërsa asaj përket pasojës, siç e kemi pa edhe në jo pak raste me theks veçantë në këto situata, në këto kohët e fundit, përjashtohet mundësia që vetëm të jetë i natyrës konstatuese një aktgjykim në rast se hipotetikisht do të mund të adresohet nga ana e palëve të autorizuar. Po pasoja mos me pas, a? Po përjashtohet një mundësi që mos me pas pasojë. Vetëm, si që përmendi avokati, është ashtu që mund të jemi në një situatë ku në rast se pas datës 4-5 mars zhvillohet një procedurë dhe zgjedhet një president, ne do të kemi një president që është jashtë afatit kushtetues, do thonë është brenda këtij neni 86 paragrafi 2, kur thotë që duhet të zgjedhet një president jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të tij, por ne mund të jemi në një situatë tjetër kur zonja Osmani ndoshta mund të aktivizohet në kuptimin që të konsiderojë në diskrecionin e saj që ti thras kryetarët e partive politike parlamentare për të diskutuar për datën e zgjedhjeve. Donë është ne mund të jemi edhe në atë situatë që ajo të vlerësoj dhe pastaj partitë politike le ta dërgojnë dekretin e saj për caktim të zgjedhjeve në gjykatën kushtetuese, po mund të jemi edhe në atë situatë ku zonja Osmani, ajo nuk ka vepruar njëjtë tazëm tek rasti kur është konsideruar që është konstituu kuvendi tek me rastin e votimit të Nenad Rashidit, po në rastin aktual, me qenë se i preken edhe interesat e saj, ajo mund të aktivizohet për ta dërguar vendin në zgjedhje. Tjetër çka nëse në rast se partitë politike kanë dëshirën edhe vullnetin edhe pajtimin që të shkojnë në zgjedhje sipas vendimit të saj, por nuk e përjashtoj mundësinë që edhe ajo të aktivizohet dhe të konsiderojë që nuk mund të ketë më procedurë për zgjedhjen e presidentit. Ajo të marr në duar këtë aktivizimin e nenit të 82 paragrafit 86 paragrafit 2 edhe të paragrafit 6 të këtij nenit të kushtetutës, në mënyrë që vendi të shkojë në zgjedhje, sepse sipas saj dhe sipas nesh që pas këtij afati nuk mund të ketë procedurë që të zhvillohet dhe të votohet një president i cili mund të konsiderohet pastaj jo kushtetues. Le të vendos pastaj gjykata kushtetuese se a është rasti jo kushtetues, por edhe asaj do t'i lejohet që të veprojnë ndoshta me caktim të zgjedhjeve. Por që pa shpërndarje të kuvendit, unë jam skeptik që presidente eventuale hyn në zonë për cilën natyrisht që nuk është në domenin e saj. Zoti Jokaj, dhe krejt në fund nga këndvështrimi i transparencës dhe interesit publik, sa është problematike që të flitet për marrëveshje politike pa u ditur se çfarë po negociohet dhe thjesht qytetarët fare mos me pas informacion. Po shumë që gazetarët e kanë shumë vështirë me përcjell dhe me raportu për një diçka që është e mbyllur hermetikisht.